Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë, sot do flasim për muajin maj edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e shijetarit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, por dhe temat e tjera të këtij kanali. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Në javën e parë keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit. Ju shoh në një situatë pak të çuditshme, nuk e di, një sekret, një fshet, ju mungon një person dhe këtë gjë e mbani sekret, e mbani të fshet, ose ju largoheni nga një person. Nuk e di, është një person që do të bëjë një fillim të ri, por që ju largoheni pak në mënyrë të fshet, në mënyrë sekrete. Duke mos dhënë ndoshta shpjegime në lidhje me këtë njohje që ju keni, ose mund të jetë personi tjetër që largohet nga ju. Një person që largohet pak në mënyrë të fshehtë. Dhe shoh që juve ju mungon ky person. Gjithsesi, keni dashur të bëni një fillim të ri me këtë person, ndërsa për disa të tjerë mund t'ju mungojë ana juaj ekonomike. Ju mund të keni shpenzuar shumë dhe në mesin e javës së dytë do jeni me pak para në duar. Ndërsa për pjesën tjetër ndiheni shumë të lodhur fizikisht, por ndoshta dhe psikologjikisht, ose në lidhje me një sekret që ju mbani. Nuk e di, ndoshta ndjeni mungesën e diçkaje dhe këtë e mbani sekret, ndoshta dhe mungesën e një dashurie. Në rastin tjetër duhet keni kujdes me shëndetin, them. Të keni kujdes me shëndetin, sepse aty mund të dalit diçka që ka qenë e fshehur tek ju, që ju nuk e keni ditur. Dhe gjithsesi ju shoh me lajme të mira, fillime të reja në dashuri për një pjesë prej jush, por dhe lajme të mira në lidhje me marrëdhëniet, me shtëpinë, me familjen, ose dhe nga ana ekonomike. Për një pjesë tjetër, ju mund të bëni një check-up ose një kontroll mjekësor dhe shoh që aty do merrni lajme të mira, por do zbuloni diçka që ju nuk e keni ditur. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë të shenjës së luanit, energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, dhe kemi energjinë e shenjës së denit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën tek këto shenja. Ju shoh që ju jeni përballur me shumë sfida, por këto sfida do t'ju bëjnë më të fortë. Ju do harrini të gjeni forcën brenda vetes në lidhje me gjithçka. Në lidhje me situata të vështira, në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, për një pjesë, për pjesën tjetër, ndoshta ju keni kaluar vështirësi dhe sfida te vendi punës. Por këto ju kanë bërë që ju të gjeni forcën për t'i çuar gjërat para. Por për disa të tjerë mund të ketë lidhje me anën ekonomike, për gjithë ata që mund të kenë mungesa ekonomike, ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me shëndetin tuaj, ose në lidhje me fëmijët tuaj, me projektet, me bashkëpunime të ndryshme që dëshironi të keni. Dhe ju do t'i lini mbrapa problemet që keni pasur dhe do filloni të tregojeni më të kujdesshëm, duke i çuar gjërat para. Dhe këtu flasim për një pjesë prej jush, duke lënë probleme në lidhje me marrëdhëniet, me njohjet, ose probleme me një person që mund të jetë larguar në mënyrë të fshehtë. Në lidhje me një sekret ose disa situata që ju keni dashur t'i mbani sekret, por kjo gjë ju ka lodhur. Gjithsesi ju shoh që ju do t'i lini mbrapa këto situata për t'i çuar gjërat para. Dhe java e dytë është një javë ku intuita do t'ju ndihmojë. Por ndërkohë, ju do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar. Dhe si do hiqni dorë?
Ju keni besuar te një dashuri, te një person. Ky person është larguar në mënyrë të fshehtë dhe ju tani nuk besoni, nuk do besoni më te kjo pjesë, te ky person ose edhe në lidhje me dashurinë. Këtë e morëm si rast, kjo mund të ketë lidhje edhe me një punë që ju mungon, ju jeni pa punë dhe ju mungon kjo punë me anën ekonomike, ose edhe në lidhje me shëndetin tuaj. Në momentin që dali diçka që mund të jetë e fshehtë dhe ju nuk do ta besoni dot këtë gjë, atëherë ju do filloni të vendosni një rregull edhe në lidhje me shëndetin tuaj, duke filluar dhe duke u kujdesur më shumë për shëndetin tuaj, por duke dëgjuar edhe trupin tuaj. Gjithsesi, këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Një pjesë prej jush mund të keni të bëni me pjesën e dokumentave. Nuk e di, aty do zbuloni një të fshehtë, një sekret që mund të jetë mbajtur në lidhje me dokumentat. Gjithsesi, ju jeni të lodhur nga këto situata, por ju shoh që do merrni lajme të mira dhe do gjeni forcën duke i lënë brapa dhe duke u kujdesur më shumë edhe për pjesën e dokumentave, ose edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Dhe vazhdoj me javën e tretë. Për disa të tjerë mund të jetë mbajtur një sekret në javën e parë dhe ju ndiheni të lodhur nga një situatë që nuk e di, do ta mësoni dhe kjo gjë ose ju ka munduar diçka në lidhje me një sekret, por gjithsesi do dilni nga kjo situatë, do çliroheni, do gjeni paqen. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë kemi energjinë e shenjës së Briciapit, energji të shenjave të tokës dhe përsëri të tokës. Është një javë që ju do jeni më me këmbë në tokë në lidhje me gjithçka. Shoh disa situata tensioni toksike që mund të keni kaluar ose që mund të keni gjatë fillimit të javës së tretë. Ju mund të jeni të rrethuar ose me persona toksik, ose do keni disa tensione për një pjesë prej jush dhe ju do ndjeni pak të pakënaqur. Këto tensione mund t'i keni në lidhje me njofjet, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju keni dhënë shumë në marrëdhëniet, keni dhënë shumë dashuri dhe keni marrë shumë pak. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndjeni të pakënaqur në këtë njofje, lidhje ose marrëdhënie. Gjithsesi, shoh që një ofertë do t'ju vijë. Flasim për gjithë ata që janë beqar, ose për gjithë ata që mund të jenë në një marrëdhënie, në një njofje të pakënaqur dhe shoh që vjen një ofertë e re. Ndërsa për disa të tjerë, ju mund të keni kaluar vështirësi dhe nga këto vështirësi ju keni mësuar. Sepse Saturni gjithmonë vjen për të dhënë mësime. Jep vështirësi që ju të vini një rregull në jetën tuaj. Dhe ju shoh që do filloni të keni ide të reja në lidhje me ofertat dhe mundësitë që do t'ju vinë. Dhe këtu flasim në lidhje me një ofertë me dashurinë, që është një person që po mendon shumë seriozisht për ju. Në rastin tjetër, kjo mund të ketë lidhje me marrëdhëniet tuaja, ku ju keni dhënë shumë, por ndërkohë kjo ka lidhje edhe me fëmijët tuaj, ku ju keni investuar shumë te fëmijët tuaj, por keni marrë shumë pak nga fëmijët. Ose ju keni pretenduar që fëmijët tuaj të ecin ashtu si ju keni menduar, të ecin më përpara, por ndonjëherë gjërat ndodhin ashtu siç janë. Kështu që ju shoh në një javë ku disa prej jush mund të kenë varësi ndaj duhanit, ndaj alkoolit, ushqimit, por dhe varësi të ndryshme. Dhe kjo gjë ju ka lodhur, por shoh që është një javë që ju do shikoni mundësitë dhe ofertat ndoshta edhe për të riparuar disa gjëra që mund të jenë të kësaj natyre. Ndërsa në projekte, në bashkëpunime të ndryshme dhe aty duhet keni kujdes në lidhje me disa situata që do krijohen, ose edhe situata ekonomike që do t'ju lëm pak të pakënaqur, por gjithsesi është një javë që në fund të javës ju do keni oferta të reja, si në lidhje me punën, me projektet, me bashkëpunimet, por edhe me anën ekonomike. Sepse ju shoh që do mendoni shumë fort për anën ekonomike. Ndërsa një pjesë prej jush, ju shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me disa para. Dhe vazhdojmë në javën e katërt.
Në javën e 4 është një javë fantastike për shenjën tuaj. Ju në fund të javës së 3 do merrni një ofertë, është një ofertë dashurie, një person që po mendon për ju dhe ju do keni një takim në fillim të javës së 4. Por është një takim që do t'ju entuziazmoj jashtë mase, ju do ndjeni më të sigurt me këtë person dhe këtu flasim dhe për gjithë ata që mund të kenë situata toksike në marrëdhënie, në njohje, në lidhje që keni dhe shoh që ju vjen një ofertë e re. Por një ofertë që ju do t'ju gëzoj, por do jeni dhe duke e festuar. Do keni një takim me këtë person dhe shoh një fillim të ri me shumë pasion. Dhe këtu jemi te energjia e zjarit, që jeni dhe ju vetë dhe kemi energji të shenjave të tokës përsëri. Dhe ju do bëni një fillim me shumë pasion me këtë person, do ndjeni shumë mirë, do jeni shumë romantik, por ndërkohë do harrini të stabilizoni anën tuaj emocionale, sepse ju shoh që do keni situata pak të vështira gjatë këtij muaji, ndërsa në lidhje me marrëdhëniet, edhe marrëdhëniet do harrini të hidhni themelet forta, të stabilizoni marrëdhëniet tuaja, mund të keni dhe disa festa, një festë familjare ose diçka tjetër. Për një pjesë tjetër, mund të jeni duke festuar në lidhje me një shtëpi. Mund të jetë një shtëpi që ju dëshironi ta merrni ose mund të jeni duke kërkuar një shtëpi për t'u zhvendosur, për të investuar në shtëpinë tuaj dhe kjo gjë do t'ju gëzoj, do ndjeni shumë mirë, do ndjeni më të sigurt në këtë gjë, por do jeni dhe duke e festuar. Gjithsesi shoh fillimet e reja në lidhje me punën, me dashurinë, me projekte, me partneritete të ndryshme, por edhe në lidhje me fëmijët tuaj. Në një rast tjetër mund të jetë fillime dokumentash të reja, por mund të jenë edhe fillimi një pune të re për gjithë ata që janë duke kërkuar një punë, ose për të filluar një kurs, një trajnim, për të lidhur kontrata të ndryshme, sepse në mesin e javës do t'i keni të gjitha këto gjëra. Dhe në fund të javës do harrini t'i stabilizoni të gjitha situatat. Java e 4 është një javë stabilizimi i situatave të ndryshme. Ju mund t'i merrni situatat si i keni. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju dëshironi të investoni te një shtëpi. Sepse e shoh shumë fort këtë gjë dhe mund të jetë investim duke bërë blerje në një shtëpie, blerje në një makine, një zhvendosje nga një shtet në një shtet tjetër, një zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, ose ju do investoni shumë te fëmijët tuaj në lidhje me një shtëpi, ose fëmijët do investojnë tek ju. Por gjithsesi ju do harrini të bashkëpunoni dhe të stabilizoni edhe këtë situatë në lidhje me blerjet. Mund të jenë dhe blerje online. Ndërsa në rastin tjetër mund të ketë lidhje për disa prej jush që ju do merrni disa para gjatë kësaj periudhe dhe këto do t'ju bëjnë që ju të ndjeni më të sigurt në momentin që ju të merrni këto para, por është një shumë e konsiderueshme, është një shumë e mirë. Gjithsesi, është një muaj i mirë, nuk mund të them fantastik, thjesht duhet keni kujdes me shëndetin, me një person që do largohet pak në mënyrë të fshehtë në fillim të muajit, dhe ju shoh që do besoni te intuita juaj, do keni lajme të mira, por do keni dhe oferta në lidhje me dashurinë, për gjithë ata që janë në një njohje toksike, në një marrëdhënie toksike, ndihen të pakënaqur, ndihen të pavlerësuar, ju do harrini të pranoni ofertat që do t'ju vinë. Këto oferta mund të jenë edhe në lidhje me partneritete, bashkëpunime, punën tuaj, por gjithsesi do hidhni themelet forta dhe do stabilizoni gjithçka që keni në jetën tuaj në javën e 4. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim dhe kjo që doli dhe të shenja akrepi dhe pse i përzjeta unë, jeni në gjendje pagjumësie, stresi, ndoshta të gjitha këto situata mund t'ju kenë lënë pak në gjendje pagjumësie, stresi, ose ju keni qenë duke pritur, domethënë, duke menduar gjatë gjithë natës, ju shoh, por gjithsesi është
është një periudhë që do ta mbyllni, sepse nga 9-10 duam edhe një, ju do jeni të mbështetur nga angjëlli juaj mbrojtës, thjesht dilni nga gjendja e pagjumësisë, të jepni fund tensionit dhe stresit që ka kaluar për një kohë të gjatë, si në lidhje me dashurinë për një pjesë, në lidhje me punën për një pjesë tjetër, në lidhje me familjen, me fëmijët tuaj, me investime të ndryshme që dëshironi të bëni dhe ju jeni duke menduar gjatë gjithë natës, por dhe në lidhje me projekte dhe bashkëpunime të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, ju do jeni të mbështetur nga angjëjt, jeni drejt fundit të kësaj situate, sepse java e 4 do t'ju favorizoj jashtëmase. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për parashikime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në videot e radhës.